Përshëndetje të nderuar miq, do të flasim për situatën politike, sigurisht në rajonin tonë, në Shqipëri, Kosovë, shqiptarët e Maqedonisë, botën shqiptare, pra trojet shqiptare, më saktë, por edhe situatën gjeopolitike në 24 orët e fundit, vëmendja e gjitha është përqendruar nga ajo që erdhi nga Budapesti, humbja e Viktor Orbanit pas 16 viteve në pushtet, kthehet në opozit, pra shkon në opozit, është perceptuar si një fitore Bashkimit Evropian ndaj SBA-s të BE-s. Megjithatë, për të folur për gjithë situatën, duke nisur nga rajoni jon, do të zhvilloj një bisedë, kam kënaqësinë të zhvilloj një bisedë me profesorin Enver Bytyçi. Profesor, përshëndetje dhe faleminderit shumë. Përshëndetje, faleminderit ju. Profesor, jemi në ditët ku po zhvillohet samiti diasporës i rallës në Tiranë, për ta nisur nga vetja jon, nga problemet tona. Ju e keni parapërë me një shkrim për konferencën që zhvilloi pak ditë më parë ministri i jashtëm Ferit Hoxha në Ministrinë e Jashtme, ku ju jo pa qëllim e theksoni, por nxirrin pa dhe gabimet e tij, pra të diplomacisë shqiptare, mesazhet e gabuara për diplomacinë shqiptare në rajon, ashtu sikur ju i keni përkthyer, i keni zbërthyer. Si po sidhet Hoxha, pra kush është synimi i tij dhe a ka një vazhdimsi nga ministrat e tjerë të jashtëm? Ka një linjë tjetër? Pra çfarë shikoni në horizont? Do ndryshoj diçka në raport me vendet këtu, po ndoshta vëmendja kryesore është Serbia dhe Greqia. Mendoj që ministri i punëve të jashtme dhe diasporës, zoti Ferit Hoxha, është në vendin e tij. Është një profesionist tashmë i dëshmuar, është një diplomat karriere, ka shërbyer në Bashkimin Evropian, në OKB dhe në ambasada shumë të rëndësishme të Republikës së Shqipërisë, një politikat globale, një gjeopolitikën, e një diplomacinë, por ajo që kam dashur të them unë në shkrimin tim, mesazhet e gabuara të ministrit të jashtëm Ferit Hoxha për diplomacinë shqiptare të rajonit, ka të bëjë me faktin se zoti Hoxha duhet të dëshmojë më shumë integritet. Duhet të jetë më i dinjitetshëm në detyrën që ka marrë. Çka do të thotë se duhet të jetë në kuptimin relativ të fjalës i pavarur në mendimet dhe qëndrimet e tij. Duhet të shprehi gjithmonë interesat nacionale, interesat kombëtare. Kam dëgjuar mram dhe sot që të krahasojnë Viktor Orban me kryeministrin e Shqipërisë së Tiranë. Janë dy njerëz me të cilët nuk mund flitet asgjë që kanë të përbashkët. Janë dy njerëz krejt të ndryshëm. Viktor Orban e tejkaloi autoritetin e tij në qeverisje, prishti ekuilibrat e kësaj qeverisje në Hungari dhe prandaj humbi, por Viktor Orban ka parime dhe principe këtë tjera nga kryeministri i Shqipërisë në qeverisjen e vendit të tij. Ai ka përzënë Sorosin nga Hungaria. Kryeministri i Shqipërisë, përkundrazi, e ka bërë Sorosin zot shtëpie në Shqipërinë e sotme. Viktor Orban ka forcuar rolin e familjes dhe identitetin e familjes. Edi Rama e ka shkatruar familjen. Viktor Orban ka forcuar identitetin kombëtar të vendit të tij. Edi Rama është gati të shesë çdo copë të majme të këtij vendi, vetëm që të mbajë pushtetin. Viktor Orban nuk u përpoq të mbajë pushtetin me patronazhist dhe me miklime të tilla të faktorit ndërkombëtar apo të faktorëve të tjerë brenda vendit me qëllim që të manipulojë zgjedhjet. Edi Rama nuk ka patur zgjedhje, edhe zgjedhjet e Shukriut në Peshkopi, çka nuk përbënte asnjë problem nëse do fitonin apo jo, pasardhësi i Shukriut, edhe ato zgjedhje i manipuloi, manipulimi dëshmuar në dosjen 184 në mos gaboj. Pra,
dy tipe të ndryshme, janë dy njerëz të ndryshëm, janë dy karaktere të ndryshme, janë dy lider që kanë vizione, kanë koncepte dhe kanë integritet dhe dignitet krejt të ndryshëm. Nuk mund të krahasohen. Ajo çfarë Viktor Orban bëri ka të bëjë me faktin se u miqësua me Vladimir Putin. Ju kundërvua Ukrainës dhe për pasojë rrezikoi kontinentin evropian, rrezikoi Bashkimin Evropian, bllokoi iniciativat e Bashkimit Evropian. Në një sër çështjesh ai ka patur të drejtë të bllokojë iniciativat e Bashkimit Evropian. Çështje të cilat lidhen me globalizimin ekstrem liberal. Por në çështjet e ndihmës për Ukrainën nuk kishte arsye që të kalonte në një veprim ekstrem të qëndrimeve bojkotuese. Në këtë aspekt shpjegova këtë në fillim për të thënë se Ferit Hoxha është peni e Tiranës. Profesor, të lutem, nëse keni mundësi dhe diçka, i se bët krahasimin midis Ramës dhe Orbanit, po dy popull mund të bën një krahasim, është normalisht shumë temë e gjerë. Jo, është një temë e dukshme tashmë. Shqiptarët janë një popull që shumë pragmatik, vën interesin përpara çdo gjëje, interesin vetjak. Hungarezët për herë të parë në historinë e Europës i japin votën një partie të djathtë kundër një partie të djathtë. Domethënë, është një popull i djathtë. Aty është një popull i djathtë. Aty është një popull që e ka mbështetë Viktor Orban për vlerat e tij të djathta, konservatore. Por që ndëshkoi për shkak të prishjes së ekuilibrave midis këtyre vlerave dhe realiteteve gjeopolitike në kontinent. E ndëshkoi me të drejtë. Dhe nuk votoi një parti politike të mbajtur. Votoi një parti politike të djathtë, madje të drejtuar nga një njeri i cili kishte qenë besnik i Viktor Orban, por që rrugës ishte shkut prej tij dhe ju kundërvua si politikan shumë i suksesshëm. Në Shqipëri nuk ndodh kjo. Pra në Shqipëri atje është 5% e majta, aq kishte përfunduar 4.5 kishte. Nësa këto janë 5% e djathtë. Në kuptimin e mirëfillt të fjalës. Sepse edhe ata që janë me të djathtën, konceptet, doktrinat i mbrojnë si ku t'ishin të majtë. Nuk i dëgjon shumë të flasin për familjen, për pronën, për atë dhe unë i dëgjon pak më shumë, por për atë dhe unë fletë edhe e dirama. Kur i ato puna, kur i duhen vota, ose kur ka për të fshehë ndonjë marrëveshje anti-shqiptare me Vučićin, fillon retorika për atë dhe unë. Pra është metodë edhe e atyre që nuk e duan atë dhe unë të flasin për atë dhe unë. Se në fundit përpiqen të përfaqësojnë ata çfarë kanë në dorë. Megjithatë në Shqipëri është fatkeqësisht një frym krejt tjetër. A mund të ndikojë kjo që ndodhi në Budapest, në Hungari? Unë besoj dhe shpresoj që do të ndikojë. Njerëzit nuk janë as naiv. Njerëzit lexojnë edhe midis rreshtave. Lexojnë edhe mesazhet që jepen përmes veprimeve dhe akteve që zhvillohen sidomos këtu rreth nesh, dhe Hungaria nuk është larg nesh. Prandaj dhe kam shumë shpresë se shqiptarët do ta lexojnë mirë fitoren e Peter Maxar dhe rënien e autokratit Viktor Orban. Në këtë aspekt mendoj që ngjarja që ndodhi dje në Hungari dhe fitoria e thellë gati 2/3 e parlamentit e partisë Peter Maxar është një ngjarje historike dhe që duhet shfrytzuar nga opozita shqiptare. Sa do ta shfrytëzojë, nuk e di. Por deri dje kam vënë re se të dy palët kanë qenë ngarë se kush do ta ketë më shumë mik Viktor Orbanin. E djata apo e majta. Ashtu siç ka një garë kush do ta marri Donald Trumpin.
kush do ta kthejë për veten e tij Donald Trumpin. Nuk më pëlqejnë këto manovra. Partitë politike dhe politikanët duhet të jenë drejt për drejt, duhet të jenë sinqert me qytetarët. Dhe në këtë aspekt çdo njëjtësim, çdo ngjashmëri në veprimtarinë politike midis majtës së djathtës vetëm se shkakton amulli dhe mosbesim të qytetarëve. Unë do t'i këshilloja kolegët e mi, miqtë e mi në Partinë Demokratike dhe në të djathtën shqiptare që t'i kthehen vlerave të së djathtës, t'i kthehen seriozisht dhe me besueshmëri të plotë. Nëse do t'i kthehen vlerave në projektin dhe programin e tyre të së djathtës, ku bën pjesë ndërprerja e shpopullimit, madje kthimi i shqiptarëve pranë familjeve të tyre, në atë dhënë të tyre, ku bën pjesë forcimi i familjes dhe mbështetja për familjen, ku bën pjesë mbështetja për pronën dhe shpalljen e pronës si një kult të shenjtë të paprekshëm. Dhe ku bën pjesë shpallja e atë dheut si elementi më i shenjtë për çdo qytetar të vendit, nëse do ta bëjë këtë opozita shqiptare dhe Partia Demokratike, jam i sigurt që shqiptarët do ta mbështesin. Nuk ka shqiptar edhe të majt që nuk e do familjen. Nuk ka shqiptar edhe të majt, madje të majt ekstrem, që nuk e do atë dheut, nuk e do pronën. Por doktrina ideologjike e së majtës është aq e fuqishme sa të majtët në përgjithësi harrojnë interesin madhor që kanë dhe votojnë për ideologjinë dhe për doktrinën që i besojnë ata. Domethënë, le të jetë anti-shqiptari më i madh, arroganti më i madh, diktatori më i madh Edi Rama, mjafton që është Edi Rama dhe ata e votojnë. Pra ju thoni partia mbi afërm. Kjo është katastrofa e këtij vendi. Në Hungari nuk ndodh kjo. Madje as në vende tjera nuk ndodh kjo, as në Kosovë nuk ndodh kjo. Ndëshkimi për ata që dështojnë në politikë është i pashmangshëm. Kështu duhet ndodhë edhe në Shqipëri. Për të rikthyer tek ministri i jashtëm Ferit Hoxha, si keni parë profesor piketat e tij për Kosovën, sepse ju thoni në shkrim që ai në heshtje prapasken, pra jo zyrtarisht, kur ishte në OKB ka lobuar për ndarjen e Kosovës. Kam shkruar para 2 vitesh për këtë, e kam patur informacionin nga një diplomat i cili ka qenë prezent në një rast. Informacioni është në burimin e parë. Kam qenë shumë i revoltuar dhe kam shkruar një koment në të cilin kam tërhequr vëmendjen jo shumë për Ferit Hoxhën sa për kryeministrin e Shqipërisë, i cili vazhdimisht ka vepruar si partner i Serbisë dhe kundërshtar i interesave të Kosovës. Nuk po them si armik, po si kundërshtar i interesave të Kosovës. Dhe në këtë kuadër kryeministri kishte dhënë porosi diplomatëve, sidomos në këto vende, Ferit Hoxha atë kohë ishte në OKB, që të lobonin për ndarjen e Kosovës si opsioni më i mirë dhe më produktiv. Ideja ka qenë në ndihmë idenë e ndarjes Kosovës, ishte një ide që pjesa e veriut t'i bashkohet Serbisë dhe pastaj të krijohen kushte që pjesa e jugut t'i bashkohet Shqipërisë. Pra të zhbëhej shteti i Kosovës dhe natyrshëm Kosova nuk mund të mbijetojë pa pasuritë e veriut. Por edhe me bashkimin e Shqipërisë, Shqipëria do të marrë vetëm disa toka buke, domethënë bujqësore, por nuk do të merrte ndonjë pasuri. Edhe ata gati 1,5 milion njerëz që do i bashkoheshin Shqipërisë, sigurisht që do të bëheshin një barë për resurset që ka Shqipëria. Megjithatë, lakmia për lavdi, për prestigj, për të thënë se unë e bashkova Shqipërinë e Edi Ramës, e çoi drejt kësaj ideje. Nuk ishte thjesht lakmi. Dgjoj, lobimi për të palë territore armikut tënd është absolutisht tradhti. Tradhti e lartë ndaj atë, jo tradhti e zakonshme.
dhe dënohet me ligj. Prandaj nuk e pranon Edi Rama se kam lobuar. Prandaj kur i pyetët thot, më keni dëgjuar ndonjëherë thot? Por askush nuk e ka dëgjuar Edi Ramën që të thot jam kundër ndarjes Kosovës dhe ndryshimit kufizior. Foli edhe Vučić se po ju ndërhyj profesor pak ditë më parë një intervistë për këtë që për projektin e besoj e keni lexuar. E kam lexuar. Edhe Vučić, më fali, Thaçi kisha fjalën. Edhe Vučić ishte më i kujdesshëm se sa Thaçi në periudhën që bëri lobimi për ndarjen e Kosovës. Por edhe mbas shkuarjes së Thaçit në Hag, Rama i ka qëndruar besnik kësaj ideje. Ka porositur diplomatët që të lobojnë për të. Qëllimi ka qenë që shtetet të ndryshme që nuk e ka njohur Kosovën mos ndërmarrin një hap për ta njohur Kosovën. Sepse kur atyre u thua që Kosova do ndahet, natyrisht që i largon krejtësisht nga ideja e njohjes së saj. Gjithkush bën pyetjen se duhet njohë një shtet i cili nuk do të ekzistojë nesër. Dhe çdo retorik e bashkimit të Kosovës me Shqipërinë apo të Shqipërisë me Kosovën, s'ka rëndësi, është retorik që e dëmton shumë çështjen e Kosovës në kushtet e sotme. Sa kohë që Kosova nuk është anëtare e OKB-s, nuk mund të bashkohet asnjë shtet tjetër. Këtu dalim tek një tjetër shkrim që ju keni bërë profesor, pse është ideja e gabuar e bashkimit të Shqipërisë me Kosovën, që unë e kam lexuar dhe më ka pëlqyer. Edhe shumë e kam parë që është shpërndar dhe shkrimi. Me argumenta që ju jepni. Shpërndar dhe është lexuar shumë, por ka një rregull në marrëdhëniet ndërkombëtare. Sigurisht që sot marrëdhëniet ndërkombëtare janë pjesa më fragile, më pavëmendshme e veprimtarisë politike dhe gjeopolitike në botë. Ato që ndodhin në linjën e mesme, ato që ndodhin në Iran, ato që ndodhin në Venezuelë, ato që ndodhin në Ukrainë, ato që ndodhin në Gaza, ndodhin dikur në Gaza dhe vazhdojnë të ndodhin në Liban e ku diun, të gjitha janë shkelje të së drejtës ndërkombëtare. Por sot nuk po pyet njeri për të drejtën ndërkombëtare. Megjithatë, kur vjen puna te Kosova, retorika e së drejtës ndërkombëtare është më gjuhës të atyre që kundërshtojnë Kosovën shtet pavarur dhe sot. Këtë e bën Vučić sidomos, po e bën edhe Lavrov. Putin nuk e ka artikuluar këtë sepse kam vënë re që Putin ka idenë e shkëmbimit pavarësisë Kosovës me Krimen dhe territoret e lindjes së Ukrainës. Domethënë precedentin do të fajsoj perëndimin, vendosët ju një precedent. Tani ky precedent do të shërbejë edhe për ne këtu. Dhe mbas kësaj jam i sigurt që voton njohjen e shtetit të Kosovës, por gjithsesi deri në atë kohë duhet të shohim. Ndërsa Lavrov dhe Aleksandar Vučić e përdorin vazhdimisht termin rezoluta 1244, shkeljes vetës ndërkombëtare. Mund të sqaroj pak. Rezoluta 1244 është miratuar me 10 qershor të vitit 1999 në Këshillin e Sigurimit. Është miratuar me votat e të gjithë anëtarëve të përhershëm të Këshillit të Sigurimit, përfshin Rusinë dhe Kinën. Në atë rezolutë thuhet se Kosova është protektorat i përkohshëm në administrim të OKB-s dhe ndërkombëtar. Nuk thot është Kosova protektorat i përhershëm. Çka do thot përkohshmëria nuk zgjat në pafundësi. Pra, ajo në atë rezolut thuhet që Kosova ka të drejtë të bisedojë, të diskutojë dhe të vendosë për statusin e saj. Por statusi i Kosovës thot në rezoluta, në pikën 7 saj, do të vendoset brenda kuadrit të Republikës Federale të Jugosllavisë. Ato kohë ekzistonte Republika Federale e Jugosllavisë. Pra, brenda federatës, kuadrit federatës do të thoshte Republikë bashkë me Serbinë dhe Malinezinë me pozitat barabarta. Kjo ishte formula që ka rekomanduar rezoluta 1244.
Në vitin 2006 në Korrik, Malezi shpalli pavarësinë. Republika Federative e Jugosllavisë nuk ekzistonte më. Çdo të bënte Kosova? Duhet të qëndronte nën sovranitetin dhe sundimin serb, nën çizmën, mizoritë dhe dhunën e Serbisë? Rezoluta nuk e detyronte. Atëherë, u gjet si modus vivendi, do thosha, si e përshtatshme, pavarësia. Fillimisht pavarësia e mbikëqyrur, pastaj pavarësia e plotë. Pse pavarësia? USHK-ja u formua nën parullën që ta bashkon Kosovën me Shqipërinë. Por bashkimi i Kosovës me Shqipërinë ishte i pamundur. Sipas Georg Brunner, një nga ekspertët dhe analistët më të mirë të së drejtës ndërkombëtare, profesor, doktor honoris causa etj. Me shumë tituj dhe grada shkencore të padiskutueshme në Universitetin e Kölnit, e ka sqaruar në vitin 2000 në një konferencë ndërkombëtare shkencore. Thotë, nëse një vend shkputet nga një vend tjetër dhe dëshiron mu bashku me një vend territor të një vendi tjetër, duhet patjetër që të bien dakord të tre vendet, vendi nga i cili shkputesh, vendi që dëshiron të shkputet dhe të bashkohet me vend tjetër, dhe vendi me të cilin do bashkohesh. Ndërkohë që thot pavarësia e Kosovës në 2008 në shpat pavarësisë. Ai thotë që në 2000. Pavarësia e Kosovës është e drejtë e shqiptarëve të Kosovës nëse ata duan të jenë të pavarur. Nuk është e drejtë bashkimi, thot, sepse duhet leja e shtetit nga i cili shkputesh, por është e drejtë pavarësia për shkak të dhunës që ka bërë shteti nga i cili ti shkputesh. Pra e motivonte për shkak të mizorive, të dhunës, genocidit dhe shumë. Pikërisht bazuar në atë dhunë, në atë genocid, Kosova është e pavarur. Sepse nga pikpamja së drejtës ndërkombëtare, Kosova ka qenë pjesë e Serbisë. Sigurisht njësi konstituive e Jugosllavisë, por edhe kushtetuta jugoslave formalisht e pati lënë si pjesë të Serbisë. Në këtë aspekt mendoj që ne duhet kemi parasysh se çfarë përmban e drejta ndërkombëtare. Dhe nëse ne ngelemi të marrim mendimin Serbisë ose lejen Serbisë që të bashkohet Kosova me Shqipërinë, sigurisht ajo do të thotë po, e ka thënë, sidomos Ivica Dačić, si ministri i jashtëm, si kryeministri i Serbisë, e ka përsëritur disa herë dhe ka thënë, ne nuk na intereson me kë bashkohen shqiptarët, bashkohen ose jo me Shqipërinë. Ne na intereson që serbët të bashkohen me Serbinë. Është fjalë për fjalë kjo deklaratë e tij. Çfarë do të thotë? Serbia është dakord që Kosova të bashkohet me Shqipërinë. Por ama do të vijë kufiri deri në Shtrps, në Brezovic, sepse banojnë serb. Gjithë linja nga Gilani, ku janë 3-4 komuna serbe, e deri në Shtrps do të pretendohet nga Serbia, janë serbë. I gjithë veriu, madje duke përfshirë deri ndoshta edhe Pejen si qendrën e patriarkanës serbe në Mesjet, mund të pretendohet nga Serbia, se çfarë do marri, po do marri paktën pasuritë e veriut do t'i marri, nëse shtrohet në tavolinë diçka e tjetër. Prandaj kushdo që mendon se duhet ta shtrojmë në tavolinë idenë e bashkimit Kosovës me Shqipërinë, duhet kuptohet se ka shtruar në tavolinë idenë serbe të ndarjes Kosovës, soktimit saj të zhbërës të shtetit Kosovës. Madje në Serbi kanë edhe një retorik tjetër. E thonë, pse dy shtete shqiptare do ketë në Ballkan? Kjo po i shqetëson edhe disa qartëse tjera anti-shqiptare, sidomos në Maqedoninë e Veriut. Flas për iftarët serb në qeverinë e Maqedonisë. Pse duhet të ketë dy shtete shqiptare në Ballkan, edhe Kosova dhe Shqipëria? Kështu që është shumë e thjeshtë. Atë që nuk e do Serbia duhet ta pretendojmë, jo atë që do Serbia.
ne Serbia nuk na ka kushtuar nga të menduarit e thellë, nga filozofitë e thella, nga mendimi abstrakt i thellë i bazuar në logjik dhe na ka kushtuar për të, sepse ajo shpall qëndrimet e veta. Ti mjafton të zbatosh të kundërtën e saj. Kaq është historia, kaq është thelbi. Mirë, po faktikisht dhe fatkeqësisht kryeministri i Shqipërisë mbështet pikërisht projektet e Serbisë. Ministri tha që ne nuk kemi aleancë me Serbinë. Ministri Hoxha e tha këtë, nuk ja kërkoi njeri, sepse e ndoqa konferencën për shtyp. Ai e tha në fjalën që kishte përgatitur, ishte pjesë e fjalës, çka do thotë që po përpiqet të mbulonte një realitet hidhur që ka ekzistuar dhe ekziston më shumë. Po përpiqet të thoshte shqiptarëve që ne nuk jemi me Serbinë. Ne nuk i shërbejmë interesave të Serbisë. Po ama lobimin për nda Kosovën e ka bërë. Po përpiqet të thoshte shqiptarëve se unë jam patriot. Dhe qeveria shqiptare, përfshin dhe kryeministin, jam patriot. Unë nuk e kam vënë dyshim që Ferit Hoxha është patriot, nuk edhe në këtë rast nuk e vënë dyshim. Por Ferit Hoxha nuk duhet bëj pak me djallin. Atë që ju thoni nuk e bëri as Hasani, as Spiropali. Nuk e bëri Igli Hasani dhe nuk e bëri as Spiropali. Madje nuk e bëri në disa aspekte edhe Ditmir Bushati më kupton. Por për sa i takon në Igli Hasani dhe Spiropalin, them në raport me Detin, jo në raport me Kosovën. Megjithëse edhe me Kosovën ata dy kanë qenë shumë dinjitos se sa Ferit Hoxha sa i përket raportit me Kosovën, pavarësisht trysnimeve që kanë parë nga politika e vazhdueshme pro-serbe e kryeministit që i ka drejtuar ata. Jam i sigurt që ata janë, edhe nëse kanë bërë ndonjë gabim, e kanë bërë në të detyruar dhe të imponuar nga kryeministi i Shqipërisë. Edhe vetë kanë bërë gabime, edhe unë mund bëj gabime, po të jem nesër në një funksion të tillë dhe nuk përjashtohet asnjë mundësi që secili prej nesh të bëjë gabime. Por e rëndësishme është mos bësh gabime të qëllimshme, gabime të cilat e di se janë gabime dhe sërishmi i praktikon ato gabime. Ky është problemi i madh. Dhe zoti Hoxha mendoj që duhet të shkëputet nga presioni, t'i bëj ballë presionit e Edi Ramës dhe të qëndrojë piketave të cilat gjithmonë diplomacia shqiptare i ka patur në raport me Kosovën, por në raport me Detin sa i përket Greqisë. Me Greqinë nuk kemi probleme tjera, falë Zotit, ose janë sheshuar se janë pas zgjidhur pezull, por konflikte nuk kemi. Ka njerëz cilët thonë po kemi problemin e qamërisë. Unë mendoj që është një problem juridik tashmë dhe jo më një problem politik. Ai që mban prej ligji luftës heqa. Pikërisht ky është problemi. Për këtë duhet luftoj çdo ministër i jashtëm dhe çdo qeveri shqiptare. Pastaj të tjerat duhen luftë nuk bëhet për të marrë territorie. Nuk bën dot as Shqipëria dhe sikur të jetë e fuqishme, nuk bën dot as Greqia, e cila është e fuqishme. Prandaj dhe nuk retorikat të cilat nxisin urrëti, armiqësi dhe luftë, për mua janë të dëmshme dhe të gabuara. Nuk është lufta ajo që zgjidh problemet, përkundazi. Ne me luftë mund të humbasim, sidomos me Greqinë. Prandaj është e rëndësishme hap pas hapi të zgjidhen disa probleme të cilat ekzistojnë. Problemi që është problem juridik dhe duhet një presion i padiskutueshëm që ky problem juridik të shkojë në vendin e vet. Ndërsa problemi i Detit është një problem që e hapi Edi Rama, e rihapi me dërgimin e marrëveshjes së Detit të vitit 2009-2008. Por ironia e fatit është që ai që ishte antar i komisionit atëherë, Ferit Hoxha, tani është ministri i jashtëm.
Po dhe dëshiron të firmos, siç e tha në konferencën për shtyp, të firmos marrëveshje me Greqinë që çështja të shkojë në gjykatën ndërkombëtare të drejtësisë në Hag. Nuk e di. Domethënë, me durët e veta t'i japin Greqisë atë pjesë deti që ajo e pretendon. Jo 6 milje sa kishte marrëveshja më përpashme, po 12 milje, domethënë 2 fish më shumë. Pra ju e shoni të humbur nëse shkon betejë në Hag. Absolutisht është e humbur betejë në Hag, sepse Greqia ka shumë miq, madje ka edhe gjyqtar përfaqësues të Greqisë në këtë gjykatë, çka natyrisht Po ka një afërmitet kolegësh. Mund të fusten lojë edhe shtetet e tjera si Turqinë, mos ishte precedent për të ardhmen kjo betejë, pra mund të Greqia këtë synim ka që të krijojë një precedent në lidhje me konfliktin që ka me Turqinë për ishuj. Se në fundit në Turqi Greqia ka shumë ishuj. Dhe një pjesë e madhe e tyre, në mos gjysmë, janë ishuj të cilët janë të kontestuar, ishuj asnjanës, territor asnjanës. Dhe to ishuj në territor asnjanës tani i pretendon Turqia, sepse ka mbaruar afati i marrëveshjes së Lozanës. Në vitin 1924, para 102 vitesh, ka qenë marrëveshja e Lozanës, e cila ka përcaktuar edhe kriteret dhe marrëdhëniet midis Greqisë dhe Turqisë. U bë dhe shkëmbimi popullsive, gjoja popullsisë turke, por në fakt popullsisë qame shqiptare me popullsinë ortodokse greke të Stambollit, të cilët erdhën në Greqi, u bë një lloj shkëmbimi popullsie dhe përfundimisht u vendos një lloj statu quo-je lidhur me pronësinë ose jo pronësinë e ishujve që janë në midis Greqisë dhe Turqisë. Tani ai traktat, përgjithësi traktatet kanë fuqi ligjore një shekull, 100 vjet, dhe tani është momenti kur ridiskutohet çështja. Dhe Turqia i synon këto ishuj të cilët janë. Mos harrojmë se marrëveshja e Lozanës është nënshkruar në kushte të favorshme për Greqinë dhe disfavorshme për Turqinë. Sot është e kundërta, ose të paktën janë në pozita të barabarta në kuptimin e. Dhe Turqia synon që të rikthejë një të drejtë të saj të mohuar, siç është vendosur për Shqipërinë në vitin 1913 në kushte të pabarabarta, kur Shqipëria s'kishte asnjë zë, domethënë kur për Shqipërinë vendosin të tjerë. Po mos ka thonë një zinxhir edhe në Ballkan pastaj kjo. Po, në shumë vendime të fuqive të mëdha të asaj kohe janë të shumë vendime janë marrë në kushte të disbalancimit të aktorëve dhe faktorëve që janë atakuar nga këto vendime. Për shembull Shqipëria me Serbinë, me Greqinë, ose Turqia në raport me Greqinë, e kështu me radhë. Ka patur edhe raste tjera. Ashtu ka ndodhur pas luftës së parë botërore, po diçka edhe pas luftës së dytë botërore. Hungaria e sotme është një vend i cili e dini pse është nacionaliste, sepse janë shkruar shumë territore. Sidomos mbas luftës së parë botërore. Janë dhënë Slovakisë, janë dhënë Rumanisë, janë dhënë Serbisë, janë dhënë disa vendeve kufitare të saj. Dhe kështu që duke i marrë territore Hungarisë për shkak të humbjes së luftës së parë botërore, populli hungarez sot është i homogenizuar dhe është një popull patriot, prandaj voton të djathtë. Prandaj voton partinë e patriotëve dhe jo partinë e globalizmit liberal ekstrem dhe pervers, siç është partia në pushtet në Shqipëri. Ne kemi një parti as pak patriote, përkundazi, një parti antipatriote. Kështu që ka ndodhur këto histori ka ndodhur gjithani. Dhe përpiqet secili bën për të rikuperuar diçka. Pavarësia e Kosovës për ne ka bërë një rikuperim shumë të madh në vitin 1990. Kemi një problem të madh që është një rikthim do ta quaja, një ringjallje e kombit shqiptar. Por ne duhet ta harrojmë
jo ta shesin. Nuk do të bëjmë pazar me territorit as Kosovës as Shqipërisë. Fatkeqësisht globalistët bëjnë pazare me territorin. Kjo është ekstrem i madh, kjo është prishja e ekuilibrave, kjo është prishja e balancave dhe pastaj krijon pakënaqësi deri edhe revolta. Ajo që ndodhi në Hungari ditën e djeshme ishte pasojë pikërisht e prishjes balancave. U prishën balancat në funksion të nacionalizmit ekstrem. Edhe nacionalizmi ekstrem e dëmton idenë kombëtare, e dëmton nacionalizmi do të jetë mbrojtës. Ajo që përmena vazhdimisht patriotizëm. Po patriotizëm jo patriotizëm fals. Shkruante një profesor doktor dhe replikonte me shkrimin tim mbi bashkimin e Kosovës dhe Shqipërisë dhe thoshte këto që thot profesor Bytyqi për pengesat ndërkombëtare për bashkimin e Kosovës dhe Shqipërisë janë prallë, thoshte. Ne kemi të drejtën të bashkohemi dhe nuk mund të na ndaloj askush. Profesor doktor. Një profesor doktor tjetër në Durrës doli përpara studentëve dhe thoshte që nesër Kosova ka të drejtë bashkohet me Shqipërinë. Unë i lutem Zotit ketë sa më pak profesor të tillë që gjykojnë me patetizëm dhe me folklorizëm dhe jo me logjikën e fakteve, me logjikën e ngjarjeve, me logjikën e mendjes dhe nuk janë racional. Të qenit racional i bën mirë, është e shëndetshme për veten, por edhe për kombin, për atë dheun, për vendin. Të qenit jo racional, pastaj është edhe ekstremi këtij, edhe ekstremi tjetër që kërkon një qeveri të përbotshme, po jo një qeveri kombëtare, janë ekstremet të cilat prishin balancat dhe ekuilibrat. Nuk janë racionale, nuk janë logjike. Dhe Immanuel Kant disa herë thotë, çdo gjë që nuk është logjike, nuk është e drejtë, nuk është e ligjshme. Nuk duhet bëhet ligj madje. Asnjë shtet dhe asnjë vend nuk duhet bëjë ligje nëse ligji nuk bazohet tek logjika dhe racionale. E njëjta gjë është me qëndrimet politike, me gjithçka tjetër. Profesor, ju tha që Kosovën, falë Zotit, e rifituam. Po me shqiptarët e Maqedonisë tani, aty është ndoshta ajo vatra që po zihen më shumë, akoma vazhdon diskutohet çështja e gjuhës. Një ping-pong nga kryeministri Mickovski. Maqedonia kam përshtypjen se nuk do të ekzistojë. Por për mua nuk është lajm i mirë. Sepse dhe në pyetje qendrat e mëdha shqiptare, çfarë do bëhet me Shkupin? Deri në vitin 65, ta them ndoshta në 70-ën, Shkupi ka qenë 60-70% i banuar me shqiptarë. Sot është diku te 40%. Për shkak të tërmetit në vitet 60, u bën gjithçka u rrafshua nga tërmeti, u bë gjithçka e re dhe në pallatet që u ndërtuan hyn maqedonësit dhe përmbysën strukturën e popullsisë së qytetit. Po a ka kuptim shqiptaria pa Shkupin? Prandaj jam kundër idesë së shpërbërjes së Maqedonisë së Veriut. Sepse mu nuk më trem fakti që Mickovski thotë do ta bëj apo s'do ta bëj provimin e jurisprudencës në Shqip apo në Maqedonisë. Kjo është sigurisht nuk është sebepi, nuk është shkaku themelor i protestave studentëve. Atyre ka ardhur më të hunës, jam shumë i sigurt, nga shumë provokime të palës maqedonëse. Por maqedonësit janë besimtarë. Unë mendoj që ata e dinë se çdo thot durim. Nëse do të duhet durim për të arritur në fitore, ky durim
i takon shqiptarëve të Maqedonisë. Po edhe kompaktësi, unitet, dhe jo kur bëhen zgjedhjet të votojnë partitë maqedonëse, po të votojnë partitë shqiptare. Si vendos ka rëndësi? Siç ka ndodhur, për shembull, kanë votuar paktën 10%, 15 a 20% e shqiptarëve kanë votuar Zaevin para disa vitesh, sepse e shihnin miqësinë e kryeministit tonë me Zaevin, edhe thashën po, kjo është me ne. Le të jetë me ne, le të jetë me ty. Ti duhet të japësh fuqi vetes tënde, partive politike që të përfaqësojnë ty, shqiptare. Jo, nuk shtrohet çështja ta urresh maqedonësit. Nuk shtrohet çështja ta luftosh. Thjesht të respektosh veten, të duash veten. Ky është thelbi i qëndrimit që duhet të mbajnë shqiptarët e Maqedonisë për mendimin tim. Lajmi se Maqedonia e Veriut do të shpërbohet, që ka shumë gjasa të ndodhi, me formatimin e ri të rendit botëror, për mua është një lajm jo i mirë për shkak se territoret e përcaktuara si territoret shqiptare tashmë dihen, madje qeveritë të ndryshme maqedonëse dhe politikanë të Maqedonisë kanë tentuar disa herë dhe kanë folur për një federalizim të Maqedonisë Veriut, domethënë që të vinë kufi territorial midis maqedonësve dhe shqiptarëve, dhe vendosja e kufive territorial pastaj në çdo rast shkputje do të ishte respektimi atyre kufive në shkputje, që do të thotë çdo territor ku shumicë janë maqedonësit i takon Maqedonisë. Çdo territor ku shumicë janë shqiptarët i takon, dhe Orin harroje, ndoshta edhe Strugën, harroj Manastirin po, harroj dhe Shkupin, Kumanovën dhe kush mbetet. Mickovci tha dhe Kërçova është me shumicë. Edhe Kërçova është e diskutueshme, por besoj që është me shumicë shqiptare, jo, por mbetet Tetova, mbetet Gosivari, mbetet Dibra e Madhe, edhe Marifimi. Pse? Këto janë territore shqiptare në Maqedoninë e Veriut. Për këto territore ne i kishim marrë në vitin 90, 92, 93, 95. O ne, o Kosova në 99. Domethënë, se ndoshta ata duan të shkojnë bën shtet në Kosovë, jo në Shqipëri. Në fakt më afër edhe lidhje Krushia, Misia, edhe lidhje dhe marrëdhënie historinë 100 vjeçare të fundit e kanë me njëri tjetrin, ata nuk e kanë me ne. Pas një diskutim, siç nuk e ka Kosova, sepse kanë qenë me kufi drastik midis dy vendeve. Por nuk ka rëndësi pastaj, por është problemi se më shumë se gjysma e territoreve shqiptare në Maqedoni metën nën sundimin dhe sovranitetin e maqedonësve. Dhe kjo nuk duhet ndodhi. Nëse durojnë, nëse i japin vetes kohë, nëse ndërtojnë politika të qëndrueshme për të bashkëjetuar me maqedonësit, nuk ka rëndësi shkputën ose jo, qoftë edhe për asnjëherë, e rëndësishme është se ata bëhen populli dominant në Maqedoni. Nëse nuk shkputën, ata dominojnë shtetin e Maqedonisë. Do vi dita do të krijojnë shtetin, do të krijojnë qeveritë e Maqedonës. Sigurisht do ta ndajnë pushtetin me Maqedonasit, por gjithsesi do jenë këta violina e parë. Nuk them tani, po për 20 vjet, ndoshta maksimumi 30 vjet, kjo ndodh, sepse ritmet e shtimit popullsisë te popullsia shqiptare në Maqedoni janë 10 fish më shumë se sa tek maqedonësit. Në këtë aspekt them që duhet durim, nuk e di. Ajo protestë që nuk duhet të i kalohet, duhet sigurisht të bëhet presion që të bëhen provimet në gjuhën shqipe, dhe çdo gjë tjetër në gjuhën shqipe, por për këtë kanë detyrim edhe politikanët, deputetët. Vërtet janë më pak se deputetët maqedonës, por nuk në të drejtën nuk vendos gjithmonë shumica, vendos edhe pakica. E imponon. Mundet që të dalin me një kërkesë absolute. Unë nuk e di Ali Ahmeti kur bëri gjithë atë luftë në vitin 2001, pse nuk këmbguli
në atë formulë që ka sot Kosova, që kushtetuta dhe ligjet themelore të ndryshohen edhe me 2/3 e votave të deputetëve shqiptarë. Pse të mos ndodhi kjo? Kjo do të ishte ajo fitoria më e madhe për shqiptarët e Maqedonisë. Dhe nëse ndodh kjo, ti e bllokon për diçka tjetër ndryshim kushtetuesate dhe i kërkon, okej, dakor, ta japun këtë votë, por do bëjmë edhe këtë ndryshim tjetër dhe ma jep ti këtë votë. Dhe bëhen kompromise. Dhe përfiton, e detyron në mënyrë legale të ligjshme, e detyron shumicën të votojë për interesat e tua. Unë nuk e di pse nuk e kërkojnë dhe pse nuk bëjnë presion që kjo të ndodhi. Profesor, kam dhe diçka të fundit për ta mbyllur, është sigurisht bërë jehon të madhe deklarata juaj atëherë se çfarë kishte thënë Vjosa Osmanit për raport me Ramën, ndërkohë që ashtu sikur e thoni edhe në shkrimet e tuaja, Rama arriti ta përçante Kurtin dhe Osmanin, por çfarë ndodh tani? Do kemi zgjedhje të parakohshme, do kemi një president të ri? Si mendoni që do të kalohet kjo krizë? Unë besoj që do ketë një president të ri. Kurti sigurisht që është i detyruar të bëjë një kompromis. Në fakt ai nuk është shprehur kundër kompromisit asnjëherë. Për mua Kurti ka të drejtë ta ketë edhe presidentin, sepse ka shumicën dërmuese të votave, nuk ka, domethënë në ato vota ai krijon qeveri dhe përpasoj duhet të ketë edhe presidentin. Nëse nuk do të krijonte qeverinë dhe do kishte koalicion me një parti tjetër për të krijuar qeveri, sigurisht që o kryeministrin o presidentin do ja jepte qeverisë në koalicion. Por derisa ai krijon vetëm qeverinë, duhet ta ketë edhe presidentin. Por klauzola për të marrë pjesë 80 deputet në mbledhjen e plenare të parlamentit, në zgjedhjen e presidentit, pavarësisht gjatë një votave që mund të marrin në raundin e fundit, kjo klauzole detyron të bëjë kompromis edhe pa koalicion qeverisës. A do ta bëj Kurti këtë kompromis? Unë them që do ta bëj. Por sigurisht që këtë kompromis do ta bëjë edhe partia e cila do të pranojë të votojë presidentin e Republikës Kosovës. Që do thotë, do marrë një president, po do marrë një president i cili do të jetë dakord edhe Kurti, se ai mund të marrë një ekstremist partisë vet, një anti-Kurt të thekur, dhe thotë ky është kandidati im. Po kjo nuk funksionon, nuk shkon. E dyta, mund marrë një ignorant atje dhe thotë ky është kandidati im për president. Po kjo nuk shkon, së paku në nivelin e Glauk Konjufës duhet të jetë kandidati që propozon partia opozitare që pretendon të marrë presidentin e Republikës. Dhe nëse një parti, PDK apo Lidhja Demokratike e Kosovës, paraqet një kandidaturë të dinjitetshme dhe me integritet, si Glauk Konjusa dhe Kurti nuk do ta pranonte, qytetari nesër po bën zgjedhje do ndëshkojë Kurtin, s'ka pse ndëshkon në opozitën. Sepse opozita ta dha emrin, sepse qytetarët e vlerësojnë. Duke vlerësuar kandidatin qytetarët, vlerësojnë edhe fajin e atij që ka përgjegjësi për shkuarjen në zgjedhjet parakohshme, në zgjedhjet e reja. Në këtë aspekt mendoj që Kurti është i detyruar të pranojë kompromis, besoj që ka për të zgjidhur me kompromis. Ndoshta presidenti do të vijë nga Lidhja Demokratike. Nëse vjen nga Lidhja Demokratike besoj që i garanton të gjitha votat për zgjedhje presidentin. Dhe me votat e Lidhjes Demokratike bën 82. Se është folur edhe për Lumirin, për kryetarin ditët e fundit. Është folur, ndoshta mund të jetë, nëse Lumiri ka vendosur që të lejë detyrën e mund të ketë një rokat ndoshta me Osmanin. Edhe për të rikthyer Vjosa Osmanin atje, mund të bëhet Lumiri, por ndoshta ai mund të kandidojë Vjosa Osmani sërish. Për mua Vjosa Osmani ka qenë një presidente shumë e aftë, shumë e përkushtuar. Përjashtu faktit të marrëdhënies së ngushtë që pati me Edi Ramën dhe që e dëmtoi seriozisht me integritet dhe dinjitet, e detyroi të shkojë në mitingun të organizatave të veteranëve për të mbrojtur Thaçin.
Ne kemi parë atje në kratë të Taulant Ballës dhe përparim Ramës në sheshin e Prishtinës, presidentën e Republikës, pse se shpresonte që Rama do ta detyrojë PD-n ta propozojë se ta votojë për presidente të Kosovës. Ishte një gafë shumë e madhe. Ajo ishte miti i Vjosa Osmanit, ishte lufta që i kishte bërë kundër Thaçit. Nuk e votoi për president, nuk e votoi në të gjitha iniciativat e veta Thaçin për ngritjen e gjykatës speciale e tjerë, dhe kur vjen puna shkon në një miting, nuk edhe sikur mos kishte asgjë, dhe sikur ta donte Hashim Thaçin, je kryetari i shtetit. Nuk mund të dalësh ti të protestosh kundër një gjykate të cilën e ka kriju shteti jo. Parimisht ishte këtë e gabuar. Edhe kam thënë që ajo çfarë i bëri Rama zonjës Osmani nuk ja ka bërë askush tjetër. Në këtë aspekt mendoj që duhet të mbaj vetëm marrëdhënie institucionale, jo marrëdhënie miqësore, madje marrëdhënie të tilla të cilat janë nganjëherë çojnë në enigma të cilat nuk i zgjidh njeri, siç ajo deklarata e Ramës që presidenti Osmani 2 vjet ka luftuar me prokurorët e Hagës dhe nuk ka lejuar që të kontrollohet zyra e Thaçit presidencë. Është deklaratë shumë e rëndë për një president të Republikës. Në të gjitha këto çfarë thash, unë mendoj dhe besoj që zonja Osmani duhet të korrigjojë vetëm këtë aspekt. Dhe do të ishte, nëse korrigjon këtë aspekt, për mua do të ishte sërish një presidente e shkëlqyer e Kosovës, një përfaqësuese e denjë e shtetit të Kosovës. Profesor, unë të falenderoj shumë për bisedën, për gjitha çështjet që trajtuam, jam i njohës për mendimet tuaja që ndahet me shikuesit tanë. Të falenderoj shumë. Faleminderit edhe ju.